Nëse një ditë bëhesh i pasur, mos i haro kur këto 10 gjëra. Pasuria është shumë më tepër se thjesht një numër në bank. Është një përgjegjësi, një mundësi dhe një sfidë që kërkon mençuri, përulësi dhe vlera të forta. Nëse një ditë do të arrish suksesin financiar që ëndërron, këto 10 gjëra janë themeli që duhet të mbash gjithmonë me vete, për të mos humbur rrugën dhe për të jetuar një jetë të plotë dhe të lumtur. 1. Mos haro rrugën që ke bërë. Çdo histori suksesi është e mbushur me sfida, sakrifica dhe momente të vështira. Kujto gjithmonë se nga ke ardhur, cilët njerëz kanë qenë aty për ty kur nuk kishe asgjë dhe si ke arritur të ngjitesh. Kjo kujtesë të mban të përulur dhe të lidhur me realitetin. Shembull, Steve Jobs e përmendte shpesh se nuk do të ishte ai që është sot pa periudhën e vështirë kur u përjashtua nga kompania që themeloi. Ai e përdori atë përvojë për t'u bërë më i fortë. 2. Ruaj familjen dhe miqtë e vërtet. Pasuria mund të sjellë shumë njerëz rreth vetes, por vetëm pak janë të sinqertë dhe të vërtetë. Mos i haro ata që kanë qenë me ty në kohë të vështira, ata që të duan për atë që je dhe jo për atë që ke. Reflektim. Një mik i vërtet është ai që të qëndron pranë edhe kur xhepi yt është bosh. Kujdesu për këto marrëdhënie si për thesarin më të çmuar. 3. Mos e lejo që paraja të ndryshojë karakterin tënd. Suksesi financiar nuk duhet të bëjë të ftohtë, arrogant apo të ndjeshëm ndaj të tjerëve. Ruaj mirësinë, respektin dhe empatinë, sepse këto janë vlerat që të bëjnë njeri të madh, jo vetëm pasuria. Këshill. Çdo ditë reflekto mbi vlerat e tua dhe sigurohu që veprimet e tua përputhen me to. 4. Investo në vetvete dhe në edukim. Pasuria nuk është vetëm të kesh para, por edhe të jesh i ditur dhe i përgatitur për sfidat e reja. Edukimi i vazhdueshëm, leximi, zhvillimi personal dhe profesional janë çelësi për të ruajtur dhe rritur suksesin. Shembull, Warren Buffett është një nga njerëzit më të pasur në botë dhe një lexues i palodhur. Ai investon shumë kohë në mësim dhe zhvillim. 5. Mos haro të ndihmosh të tjerët, jep nga ajo që ke, sepse ndihma e dhënë me zemër kthehet gjithmonë. Pasuria ka më shumë kuptim kur ndan diçka me komunitetin, kur ndihmon ata që kanë nevojë dhe kur kontribuon për mirëqenien e të tjerëve. Reflektim. Ndihma nuk është vetëm financiare, mund të jetë kohë, njohuri apo mbështetje emocionale. 6. Mbaje disiplinën dhe zakonet e mira. Suksesi i vërtet vjen nga rutina dhe disiplinë. Mos e braktis atë që të ka çuar deri këtu, edhe kur ke arritur shumë. Disiplina është ajo që të mban në rrugën e duhur dhe të ndihmon të përballosh sfidat e reja. Këshill. Krijo një rutinë ditore që përfshin punë, pushim dhe zhvillim personal. 7. Mos u mbështet vetëm tek paraja. Paraja është mjet, jo qëllim. Kujto që lumturia dhe paqja e brendshme nuk blihen me para. Një jetë e balancuar dhe e lumtur kërkon më shumë se thjesht pasuri materiale. Reflektim. Investo në marrëdhënie, shëndet dhe përvojat që të bëjnë të ndihesh i plot. 8. Respekto kohën tënde dhe të tjerëve. Koha është një nga asetet më të çmuara që ke. Menaxhoje mirë dhe mos e humb në gjëra të kota apo njerëz që nuk të vlerësojnë. Një menaxhim i mirë i kohës të lejon të arrish më shumë dhe të jetosh më mirë. Këshill. Përdor teknika si time blocking për të organizuar ditën dhe përqendrohu në prioritetet e tua. 9. Mos haro shëndetin. Pa shëndet nuk ka sukses të vërtetë. Kujdesu për trupin dhe mendjen tënde me ushqim të shëndetshëm, aktivitet fizik dhe pushim të mjaftueshëm. Një trup dhe mendje të shëndetshme janë baza e çdo arritjeje. Shembull, shumë njerëz të suksesshëm investojnë në trajtime relaksuese, meditim dhe ushtrime fizike për të ruajtur ekuilibrin. 10. Mbaje besimin dhe qëllimet e tua. Në çdo hap, mbaje besimin tek vetja dhe qëllimet që ke vendosur. Pasuria është vetëm një pjesë e rrugës drejt jetës që dëshiron. Mos haro ëndrat dhe vizionin që të kanë çuar deri këtu. Këshill. Shkruaj qëllimet e tua dhe rishiko ato rregullisht për të qëndruar i motivuar dhe në rrugën e duhur. Përfundim. Pasuria e vërtet është një balancë. Në fund të ditës, pasuria e vërtet nuk matet vetëm me para, por me vlerat që ruan, marrëdhëniet që ndërton dhe mënyrën se si i përdor ato për të ndërtuar një jetë të plotë dhe me kuptim.
Nëse e kujton dhe aplikon këto 10 parime, do të jesh jo vetëm i pasur në xhepin tënd, por edhe në zemër dhe shpirt.